recente me një personazh shumë të këndshëm, e cila është gjithashtu pjesëmarrëse në një spektakël të modës në Gjermani. Edhe ajo ka rënë në sy pikërisht për sa i përket stilit të saj të veçantë. Me mua në studio është Timja Bilali. Përshëndetje, Time. Kënaqësi. Përshëndetje. Edhe Nisi me gjitha, faleminderit për ftesë. Faleminderit dhe ti që je bashkuar me ne. Më thuaj pak pse gjermanët të zgjodhën ty, çfarë pan të veçantë edhe çfarë pan karakteristike në mënyrën se si ti vishesh edhe stilin që ti ke. Okej, e kom pak vështirë se shumë kanë konkuru për atë spektakël atje në Gjermani që është. Na kanë ftu disa femna në Gjermani, për Zvicre dhe Austrije, edhe u duft më konkuru ato në vend thiret në Köln në Gjermani, edhe tashti unë me stilin te me kërcim, me qa kom pas veshur, i kam pëlqyer sidomos, kanë thonë e kam dukje në djelit, kështu që kanë thonë në merë mendja që kam mirat donë, kështu që e pata shansën edhe mora pjesë edhe tashti jam halo ato edhe po shkoj kështu mirë. My Style Rocks titullohet ky spektakël i modës. Cila ka qenë pjesëmarrja juaj e parë edhe pse vendose të vish në mënyrë krejtësisht të veçantë, origjinale edhe shumë autentike shqiptare? Cilën spektakël ka marrë pjesën e parë po mendoni qysh? Ndërkohë jemi duke ndjekur edhe pamjet e performancës tënde, po? Pas ke bërë edhe gjermanët të kërcejnë. Po, krejt. Krejt në quë, po, krejt në konë ka marrë pjesë, ju befasue në këtë pjesë. Pse zgjodhe të vish pikërisht kështu? Sepse unë kam linë në Gjermani, edhe do isha me ju të rëgu se atje shkojnë gjithë me, adin normal, që është dita veshën ato, dhe thash të bëj diçka tjetër dhe deshta shumë njerëz me motivu sidomos femnat që kanë linë ju në Kosovë ose Shqipëri, me ju të rëgu që pa më parasysh ku litë që mundesh prap rojen edhe zemrën me, që shpo thonë, kujki vend lindjen me origjinën. Po, qashto. Edhe për qëta, se po ta qef shumë femnat me motivu edhe me ju të rëgu që nuk është kur gjoheq, nuk është marrë dhe shka, po do të më konë krenari me rojet e tona. Si e priti juria gjermane dhe si e vlerësoj gjithashtu paraqitjen tënde? A shprehen kureshti edhe për veshjen e bukur dhe tradicionale që kishe veshur? Po, unë e kërkujna se këmë të rëgu askujna as atje femnat që kanë marrë pjesë, kur jom hi atë në skenë, jom me në herë s'kanë këqyrë në herë, oke, qka është kjo, qka ka vish, të në herë që jom befasu direkt në pomje, edhe jom befasu shumë mirë, kanë thonë, se unë e komendu, ja ka më konë shumë keq, nuk e presi mirë, ose ka më konë shumë mirë. Po, ju kanë shumë befasu, shumë kanë thonë respekt për këtë kulturë, se shumë veshnja është shumë e bukur edhe dorë punume, kështu që ju me të krejt pa fjallë, edhe ku marë pikat më të nolta dhe ju më konë qa ditë fitus. Si ke arritur ti realizosh apo ti marrësh këto veshje? Edhe a kanë këto veshje tradicionale shqiptare, a kanë i ke futur disa element që mund t'i kesh edhe pjesë të karakterit tënd, të shijes tënde për mënyrën se si vishesh? Po, unë ju konë edhe valtore shoqata, këtu ku ju konë pak ma e re, ma e vogël, po du më thonë, edhe veshjet e kombëtarës i kom posë edhe do tjera, po kom desh mi posë edhe do matë mira, i kom pyet një shoqe në Kosovë që jeton, se e di që i ka dorë të punume, edhe i kom pyet a mundesh më i dërgu, mi ka dërgu me autobus prej Kosovë këtu në Gjermani, edhe i kom provun kanë në ratë tema, kështu që i vendosa që ato të veshje se mu kanë do këshumë të mira edhe po.
Edhe shumë bukur, edhe dukesh shumë bukur. A ke performuar diçka, a ke kënduar, a ke tentuar të sjellësh të tjerë element të origjinës tënde? Veç veshjes flas. Edhe valles që pam. Halo e kam ndërmend me botë shka një këngë gjuhën tonë me këndue, tandi edhe nuk më shumë edhe me tregu se tani nuk është befasi. Po, i kam edhe do befasia tjera që kam qef me dërguar spektakël atje. Ju jeni gjithashtu edhe nën e dy vajzave. Si arrin që ta menaxhosh edhe të jesh nën në kohë të plot, por gjithashtu edhe të ndjekësh pasionet e tua e të jesh pjesë edhe atij spektakli? Po, na jemi bashkë në shtëpi e kemi këtu, 4 katë, do më thonë këtu është mami, bobi, motra, edhe buri normal, edhe ndihmojnë shumë për me realizu ëndrat e mia që kom pos deri tash, edhe mirë, po funksionon shumë mirë. A ke menduar edhe a ke dëshirë që edhe tek vajzat e tua të injektosh këto elementet tradicionale dhe të origjinës tënde që me sa duket në momentin që përshfaqen në botë tërheqin me njëherë vëmendje? Po, kam qef e kam dëshirë edhe qikën e madhe, është 10 vjeçore, kom lajmëru bile shkollë shqipe, edhe ja kom mort edhe kësojnë ateshat tradicionale, kështu që kam qef edhe në mi eduku, mi rritë, kur nona që më ka rritë edhe më ka mësu më full shqip edhe mi ndjek këto traditat tona. Pasi të mbarosh angazhimin tënd në My Style Rocks, a ke të tjera plane për të ardhmen? Po, unë merrna shumë aktrime, këto në Gjermani i luj do filma, po ëndra jeme është në herë në aktrim në film më konë gjuhë shqipe. Kjo është ëndra jeme dhe shola do njëherë realizohet. Uroj shumë që të realizohet, po a i ke gjetur bashkëpunëtorët me të cilët bashkëpunon edhe punon ngusht për të sjellë këto projektet e tua, apo je në punë e sipër? Gjermani po kështu në Kosovë dhe në Shqipëri jo, halo. Mirë, unë uroj shumë që ta kesh derën e hapur me talentin që ti ke dhe ke përshfaqur deri më sot, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, edhe uroj shumë që të kemi, pse jo edhe këtu mes nesh. Faleminderit që ishe me ne time. Faleminderit shumë për juve, edhe shola të gjuhë me për të mira. Faleminderit, kënaqësi. Të përshëndes. Faleminderit. Ndërkohë që ne bashkë do ndajmë dhe do bëjmë mbylljen e programit, por jo vetëm me mua, por dhe me kolegun tim Andrin, që këtë se harrova për një qast. Eja, sepse... Mendove se të harrova? Jo, por e shija shumë intervistën dhe shumë diellore dhe uroj shumë që t'i shkoj sa më mbar edhe të ketë mundësi që të fitoj, pse jo. Është një konkurs interesant që ka të bëjë me stilin, por ka sjellë shumë elemente shqiptare, kështu që ja vlen. Do të mbyllim programin sot për t'ju lënë takim sërish nesër në orën 13:20 në ekranin e RTS1 HD. Mos harroni, mes nesh është gjithmonë programi juaj mes ditës. Nuk e di nëse shikuesit tanë kanë mundur të shkojnë tek rrjetet sociale, në Instagram për shembull, sepse kemi bërë dhe ne ram prej asaj sfidës të këngës Azul të J Balvin, si është mos ta bëjmë, po thjesht ta shikojnë, ta votojnë edhe të shohim se kush ishte më mirë si balerinë. Doja të që na ndiqnin rrjetet sociale, se unë jam shumë larg krahasuar me performancën e je dhe modest mbi të gjitha, e kemi thënë. Mirë, do të shihemi nesër në 13:20. Mirupafshim.